78 vjeçari nga Fieri është Kovaçi që ka krijuar lopatën që përdoret gjerësisht në bujqësi prej disa dekadash, madje edhe në ditët e sotme, i korrosur nga pesha e viteve. Arapi tregon se para se të ndërhynte në modelimin e lopatës në Shqipëri përdorej një tjetër vegël pune, e sjell nga pushtuesit italian. Ustallarët të asaj kohe e bënin lopatën shumë të rëndë, 4 mm trash, dhe ja palosa buzët me qëllim që mos këputesh. Edhe peshkun, si i themi neve, ja bëra jo shumë të lartë, po e bëra shumë të gjatë tu, që kjo të mos përkulesh. Hasani thot se më pas modeli lopatës së tij u prodhua në seri dhe nga ish uzina Dinamo. Në fillim bëja na 4-5 sot. Pastaj fillova të bëja dhe jetë, dhe me radhë, u transferua pastaj. Artizanati, prej aty vajti u bëm më moderne, me makinerira, me njërën tjetër. Ustaj i moshuar rrëfen se zanatin e Kovaçit e mësoi që në moshën 10 vjeçare dhe fermerët e Fierit për çdo problem i drejtoheshin atij, ndërkohë që punën e ka konsideruar përherë si pasion. Punën e tij e kanë dokumentuar dhe gazetat e kohës.